Viti 2023 po vazhdon të rezultojë viti më i pazakontë sa i përket temperaturave. Agjencia Europiane për Ndryshimet Klimatike Copernicus arriti në përfundimin se shtatori i këtij viti ishte më i nxehti për të njëjtën periudhë i shënuar ndonjëherë. Shtatori 2023 ishte 0.93 gradë Celsius më i ngrohtë se temperatura mesatare e shtatorit midis viteve 1991-2020 dhe 0.5 gradë Celsius më i nxehtë se rekordi i mëparshëm i vendosur në vitin 2020. E gjithë vjeshta e këtij viti duket më ngrohtë se ato të mëparshmet në hemisferën veriore dhe plazhi po vazhdon edhe në muajin tetor. Më herët kjo agjenci dha alarmin se korriku dhe gushti i këtij viti shënuar rekorde absolute si muajt më të nxehtë të regjistruar deri më tani. Ekspertët e ndryshimeve klimatike thonë se ky pritet të jetë po ashtu viti më i nxehtë në histori me një temperaturë mesatare 1.4 gradë Celsius më të lartë se periudha paraindustriale vetëm me 0.1 gradë Celsius. Larg objektivit të rënë dakord nga liderët botëror në 2015-ën si kufi të lejuar për ngrohjen globale. Sipas ekspertëve, kapërcimi i këtij kufiri pritet të ketë pasoja të pakkthyeshme dhe tepër negative për jetën në planetin tonë.